Në treve në Ravecit, dihet që është kjo zonë bujqësore, tash është koha e kitjes trushit, si vjeton pranvera pak më vonshme. Këtu janë bujqit, tash do e shohim procedurën e kitjes trushit që ja na tregon. Çel ulëzimi tash na tregon procedurën. Ekum, stoj, ekum, sto lona, sto ekum. Edhe që tu një harkë gjatë jalen, ha? Po, sto ekum. Edhe ato? Po. Edhe qatë të ato qatë, ja? Nano, sto ekum kaj. Po, ha? Po, kjo është zban. Tekja. Që sa vjetë kitë luzim? Una, Po. pa luftë e kitë une. E këta që, e sokin. A shto po se kema jo? Pa luftës. E kitë une. Më thënë kjo hordhi përfundoj. Po. Tash veç hapën to edhe lidhen. Lidhën tap. Lidhën në ma. E Vajdini i cili ka punua dhe me nipin Rametlien Sinan Hajdën. Me Sinan e mik konk. Mik, që sa vite ushtron këtë zanat moti Vajdin, po? Po moti. Moti, ja? Ta kom 59. Va, hajtë ta këshyrim që të hordhim qyshe s'jallë veti. Ne këto. Këtë ne. Këtë edhe të tokë kam e këtë kam e konë. Në shku, këtë e mostë. E vjetë e prejnë? Po. Këtë ne. Shara po përdor? Përkësima trasha? Vlesht i rritë, më thënë që nga i rikëj. Sa dhe dzija që hardhijin shpeshinit në bushur, tash si e bjen veti. Vazhdo zi, ta shojnë procedurën. Shefi dhe me thënë më marrë, shkëtë e trasy. Trasy, ha? Edhe qëto? Sa që pa jelesh? 7 gjatë. 7 gjatë.